ushtria çlirimtare e Kosovës është përtej partive, pra nuk është çështje partijake këtu. Është çështje vlerave kombëtare, të cilave normal që duhet me ju dalë mballë i gjithë populli pa marrë parasysh përkatësisë mendimit apo kahjes partijake. Edhe këtë e kam tregu qysh tash gati 4 vite që ne si kryeqytet, po them, jemi të parë dhe të vetmit deri sot që kemi sektorin për brenda kabinetit të kryetarit që merret drejt për drejt me vlerat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Normal që unë i kam përkrah protestat, të cilat kanë qenë të drejta dhe kanë qenë për me mbrojtë të vlera, kanë qenë për drejtësi, që të shtyjmë proceset përpara për të mirën e kombit ton, e herojve ton, e një lufte që është e drejtë, ka qenë lufte e drejtë, luftë çlirimtare, dhe normal që ajo që ka ndodhur sot në Hagë është një proces i stërgjatur ku edhe unë po them besoj në drejtësi, që e drejta duhet të triumfojë, të fitojë dhe të përfundojë procesi sa më shpejt që është e mundur.